plotësues të mediumeve, të nderuar qytetarë. Para një muaji alarmuam opinionin kur qeveria me masat që mori në shëndetësi, gjoja se antikrize, uli kapitacionin për mjekët dhe zvogëloi kvotat për barnatoret, gjë që solli që barnatoret të kenë barna me recet për vetëm 10 ditë. Atëherë, kur qeveria e bëri këtë gabim, kërkuam që të korrigjohen në interes të pacientëve. Zotërinë kushtetarë tentuat të na demantoni se nuk ka nevojë për brengosje dhe thatë se opozita po frikson pacientët dhe se ilaçet do të ketë me bollëk. Mirë po ashtu, si shumë herë të tjera, edhe këtë radhë gabuat, por për gabimin tuaj, për çdo ditë po pësojnë pacientët. U dëshmuat qartë se ne, jo vetëm që nuk gabuam atëherë, por edhe tani, pas një muaji, faktet flasin se edhe 10 ditë brenda muajit ilaçe me recet nuk ka. Popullata e varfër në këtë krizë të thellë ekonomike është detyruar që të paguajë barnat privatisht sepse bëhet fjalë për shëndetin e tyre. Sot nuk ka rregullisht insulinë për pacientët e Tetovës dhe të Gostivarit. Mirëpo nëse dikush paguan privatisht, atëherë insulina gjindet. Zotërinë kushtetarë, në programet tuaja qeveritare nuk shkruan se ilaçe me recet nuk do të ketë. Nuk shkruan as se ato ilaçe do të paguhen privatisht nga xhepi i pacientëve. Por, keni premtuar se fondi do t'i paguajë këto barna. Mirëpo, jo vetëm që kështu nuk po ndodh, por edhe çmimet referente i keni bërë vetëm për të mashtruar popullatën dhe të vazhdoni me politikën tuaj populiste që nuk ju shkon në favor qytetarëve. Zotëri kryeministër dhe ministër i shëndetësisë, mos u arsyetoni me krizën ekonomike, si kjo parave juaja nuk mban. Në buxhet ka mjaft para, edhe kjo shihet shumë qartë, sepse qeveria juaj nuk hoqi dorë dhe nuk po mungon asnjë luan ose përmendohet në projektin Famkeq Shkupi 2014. Projekt i cili po finansohet me parat e të gjithë qytetarëve, duke përfshirë këtu edhe pacientët. Shihet qartë se juve nuk ju intereson shëndeti i qytetarëve, sepse edhe ato pak para që janë në buxhet për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, ju i shkurtoni. Në fund, nëse ju keni haruar, atëherë ju rikujtoj se në vitin 2008, kuota vjetore për barna ishte 32.5 milion euro. Në vitin 2009 ishte 31 milion euro. Ndërsa në vitin 2010, kur ju po harxhoni mbi 200 milion euro për përmendore dhe buste dhe mbi 7 milion euro për teleferikun në Vodno, nga ana tjetër shkurtoni 9 milion euro në dëm të pacientëve pa asnjë fije ndërgjegje dhe përgjegjësie. Demokracia e re ju sugjeron që të kuptoni seriozitetin e situatës deri tek e cila e sollet shëndetësinë dhe të ktheheni në binarin e dukut. Atë çka nuk e dini është mirë të pyetni, se si duket me të vërtet nuk e dini çka të bëni. Po ashtu ju sugjerojmë që urgjentisht të bëhet rebalansi i buxhetit dhe të njëjtat dhe të sigurohen më tepër mjete financiare për ilaçet e duhura për qytetarët, si dhe të njëjtat të ketë në përbarnatore gjatë tërë muajit, ashtu siç ishte para 2 viteve. Nëse ju nuk e bëni këtë, atëherë të jeni të bindur se populli do t'ju dënon.